Dhe duhet me kuptu që duhet me bashkëpunu për çka të qoftë. Duhet me bashkëpunu. Duhet. Po shpresoj që tash më është vetëdisu. Vetu që një pasjellshëm me gjona drejt. Unë jam mundu që të mos i personalizoj si është situatat. Kam citu zotin Kurtin në një situatë që ai ja ka thonë zoti Thaçi më herët. Këta u tronditën pak të vendosin për tash po vjen keq, po unë nuk po të flajon kështu për ju. Po e citoj çka ki thonë zoti Thaçi. Dhe ajo pa të prek, po është thjesht citimi i deklaratat e tij. Pra zotit Kurti pe han helmi që e ka mbjell kështu një vet. Ai ka mbjell helm në 20 vite në politik dhe ky helm po i kthehet. Po shpresoj që tash më është vetëdisu dhe kemi arë në situatë ku krejt skena politike është vetëdisu dhe duhet me kuptu që duhet me bashkëpunu për çka të qoftë. Qoftë edhe për të refuzu, qoftë edhe për shku zgjedhje, duhet me bashkëpunu. Duhet. Nuk ka me mujt kërkush ma me fitu vetu. Nuk ka me mujt kërkush. Duhet bashkëpunim, duhet koordinim, duhet mirësjellje. Kurse që është që ka bo shkeljet ligjit, që ka bo pretendime për shkelje ligjore, për krime, për tradhti shtetërore, për tradhti kombëtare, ato le të ndjeken procedura tjera. Sepse në fund të fundit po detyrohet me bo marrëveshje me deputet nga grupe që janë problematike edhe për vetë ekzistencën e shtetit Kosovës. E po refuzojmë njëri tjetrin pa arsyeshëm, pa logjikshëm, mendoj se është e kapshme. Nuk ka koha me mbyll atë kapitull dhe me ecë përpara për interesin më madh të shtetit. Zoti Kurti pretendon se votu